السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Taala ke fadl se kal se me bekimin e Allahut të Madhërisëm që dje filloi muaji i Ramazanit, ky muaj i agjërimit është dhuratë e veçantë që Allahu i Madhërisëm na e ka dhënë për të forcuar lidhjen tonë me të dhe për të përmirësuar gjendjen tonë shpirtërore. Allahu në dhënë të gjithëve, veçanërisht çdo ahmediani, mundësin që të përfitoj sa më shumë nga ky muaj. Por duhet ta kemi gjithmonë parasysh se përfitimi i vërtet arrihet vetëm atëherë kur edhe pas Ramazanit ne e ruajmë dhe e ngrejmë më tej nivelin e dashurisë ndaj Allahut dhe të adhurimit. Vetëm atëherë mund ta përmbushim qëllimin e krijimit tonë. Siç kam përmendur në disa xhuma të kaluara, kam folur për dashurinë hynore të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, për mënyrën dhe standardin e adhurimit të tij, si dhe për këshillat dhe udhëzimet që ai u dha besimtarëve për të zbatuar këto mësime. Më pas kam përmendur edhe ngjarje nga jeta e shërbyesit të tij besnik, pra nga jeta e Mesihut të premtuar, i cili e ndoqi me vërtetësi shembullin e tij të bekuar. Kjo temë vazhdon ende dhe me rastin e Ramazanit do të vazhdojë po në këtë drejtim. Sot në lidhje me jetën e Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam do të përmend disa ngjarje që pasqyrojnë lidhjen e tij me Allahun dhe me përkushtimin e tij në lutje. Edhe kjo është një mirësi e veçantë e Allahut që na ka sjell deri këtu, duke na bërë të përmendim shembujt e ibadetit, të adhurimit dhe të dashurisë hynore të prijesit e më pas edhe të shërbyesit të tij, pikërisht në prag të Ramazanit. Kështu na jepet mundësia që ta shqyrtojmë veten dhe ta përmirësojmë gjendjen tonë shpirtërore. Prandaj ngjarjet që kam përmendur dhe që do të përmend, secili prej nesh duhet t'i mbajë para syve për ta përmirësuar gjendjen e vet shpirtërore dhe për të bërë vetë vlerësim, vetë analizë. Duhet përpiqemi që t'i zbatojmë ato mësime dhe ato vepra që ishin pjesë e mënyrës së adhurimit dhe lidhjes me Allahun të udhëheqësit ton, Hazret Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dhe të shërbyesit të tij besnik, Hazret Mesihut të premtuar alayhis salam. Mos të mjaftohemi vetëm duke i dëgjuar këto ngjarje dhe duke u kënaqur me to. Ato duhet të jenë udhërfyes për ne. Në lidhje me këtë temë, paraqes një rrëfim të Hazret Mirza Bashir Ahmedit. Ai ka shkruar një tregim, ai ka shkruar një rrëfim të
zotit Molvi Muhammed Abdullah Batalvi, I cili ka thënë se rreth vitit 1907 njëherë वो कहते हैं मेरे रिश्तेदार zonja Ametur Rahman, bia e të ndjerit Kadi Ziauddini, që ishte edhe e afërmja e tij nga ana e nënës, I kishte dhënë një copë letre që dukej si letër e zakonshme për hedhje. Mirpo, pasi në atë letër kishte shkrime me dorën e Hazret Mesiut të premtuar dhe të bashortes së tij të nderuar, ai e ruajti me shumë dashuri si kujtim të bekuar. वो कहते हैं किसी वक्त Më vonë, ajo letër humbi mes librave, por ai e mbante mend tekstin sepse zonja Ametur Rahman ja kishte treguar vetë ngjarjen që lidhej me të. मैंने खुद सुनाया था Ai thot, कल्फाना लिखी pra rafimtari thot, जो उस पर्चे पे लिखी हुई थी जो बज़ाहिर कागज megjithse letra humbi, हज़रत मसीह unë के ताल्लुक e mbaj mend fjalë për fjalë तहारत tekstin में शगफ पर dhe jam I sigurt se po të gjendej sot, करना pikrisht ato fjalë do të ishin të shkruara në atë letër. अब्दुर्रहमान साहब Ato fjalë dhe ajo ngjarje rezaton lidhjen e Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam me Allahun, druajtjen e tij ndaj Allahut, pastërtinë e tij shpirtërore dhe dashurinë e tij për ibadet. Për këtë arsye e shoh të nevojshme t'ju apërcjell këtë. करना चाहा Zonja Ametur Rahman jetonte në shtëpinë e Hazret Mesiut të premtuar. Ajo më tregoi thot, vetë se një ditë Hazret Mesiu premtuar dhe bashortja e tij e nderuar deshën të provonin nëse mund të shkruhej mbi letër me sy të mbyllur. इस पर Pra në atë atmosferë të thjesht familjare, bashortët morën një copë letre dhe Hazret Mesiu premtuar me sy të mbyllur shkroi një fjali që unë e mbaj mend fjalë për fjalë, pavarësisht se e kam humbur letrën. Mund ta them me siguri të plot se nëse do ta gjesh letrën në të ardhmen, këtë fjali do ta ketë ajo. में जो लिखा Fjalia që kishte shkruar Hazret Mesiu premtuar Islam sy mbyllur ishte kjo: njeriu duhet që në çdo kohë të friksohet Allahut të Madhërisëm dhe 5 herë në ditë të lutet para tij. जिसकी आपने हमेशा अपने मानने वालों को Ky ishte ai standardi që ai ua ka këshilluar gjithmonë ndjekësve të tij. Ai gjithmonë dëshironte që ndjekësit e tij, madje çdo besimtar I vërtet, të kishte frikë nga Allahu dhe të ishte I përkushtuar në adhurim. बहरहाल Sidoqoftë, जो उस तारीख पे në të njëjtën letër kishte edhe shkrim nga bashortja e tij e nderuar, वो भी मैं Hazret Ummul Mominin, आम घरेलू që ishte I natyrës familjare. रमजान के सादा Ajo kishte shkruar me fjalë të thjeshta: कि महमूद मेरा प्यारा Mahmudi është djali im I dashur, askush të mos I thot asgjë. में था Dhe në një fjali tjetër, për një nga fëmijët e tij e saj të tjerë, thot Mubarak Ahmedi kërkon biskota. Pra ishin dy shkrime, njëri me përmbajtje të thellë shpirtërore dhe tjetri me përmbajtje familjare. Thot ai që e rëfen, thot se megjithse shkrimi I Hazret Mesiut të premtuar ishte I lëkundur për shkak se ishte bërë me sy mbyllur, ai ishte I qartë dhe I lexueshëm. Madje vijat ishin të drejta, ashtu si në shkrimet e zakonshme, pavarësisht se e kishte shkruar sy mbyllur, ndërsa shkrimi I bashortes së tij të nderuar kishte dalë nga rreshtat. Por pika kryesore që e mbushte me kënaqësi atë që e tregonte ishte kjo: बंदी भी कायम नहीं रही edhe në një moment të befasishëm, në një mjedis familjar, तो मुझे हमेशा लुत्फ kur pa menduar duhet të shkruante diçka me sy të mbyllur, Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam nuk I erdhen në mend fjalë të tjera përveç fjalëve këshilluese dhe shpirtërore. तो वो नसीहताना कलमात के सिवा और कोई नहीं सूझी Ndërsa shkrimi I bashortes së tij të nderuar Hazret Ummul Mominin ishte në përputhje me mjedisin familjar, gjë që ishte e natyrshme. उन्होंने लिखा है ये आगे Ai thekson se ky është dallimi mes të dërguarve जो मामूर të caktuar nga Allahu dhe njerëzve të zakonshëm. Zemra e tij ishte mbushur me dhimbjen se si t'i afronte njerëzit me Allahun, si të zgjonte tek ata dashurinë për ibadet. Kjo është një ngjarje e thjeshtë të shtëpiake, por me një mësim shumë të thellë. Po ashtu, Hazret Mirza Bashir Ahmed ka përmendur edhe një ngjarje tjetër. Mia Abdullah Senori Rëfen, 1884 në vitin 1884, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam vendosi të largohej nga Kadiani për një kohë të shkurtër në vetmi, चुनांचे आपने pra ibadet 40 ditor, dhe njëkohësisht të bonte edhe një udhëtim në Indi.
Fillimisht kishte menduar të shkonte në Sojanpur, në rrethin e Gurdaspurit, për të qëndruar në vetmi. Për këtë qëllim ai dërgoi Mia Abdullahut një kartolinë të shkruar me dorën e vet. Mia Abdullah thot, i kërkova Huzurit që të më merrte edhe mua në këtë udhtim. Huzuri ma pranoi kërkesën, mirë po, më pas atij ju shpall se zgjidhja e çështjeve të tua do të jetë në Hoshiarpur. Prandaj, Mesiu premtuar selam hoqi dorë nga Sojanpuri dhe vendosi të shkonte në Hoshiarpur. Në janar të vitit 1886, para nisjes, ai më thirri në Kadian, thot Mia Abdullah, dhe i shkroi gjithashtu Sheikh Meher Aliut, kryetar në Hoshiarpur, duke i kërkuar të siguronte një shtëpi në skaj të qytetit që të jetë dukatëshe dhe të jetë e veçuar. Sheikh Meher Ali liroi një shtëpi të tijen, e njohur me emrin Tevel. Hazret Mesiu premtuar alayhiselam u nis me një karrocë të vogël që tërhiqej nga qet përgjatë rrugës së lumit Beas. Mia Abdullah, pra njëri prej shoqëruesve, thot: unë isha, pra isha unë, ishte Sheikh Hamid Aliu dhe Fatehani që vinte nga Rasulpur rreth Tanda, rreth Hoshiarpur. Fatehani ishte shumë i përkushtuar ndaj Mesiut të premtuar, por më vonë, për fat të keq, në ndikimin e Molvi Muhammad Hussein Batalviut, ai u bë renegat, pra u largua nga xhamati. Kur arritëm te lumi, pra kur arritën te lumi, morën një varg për ta kaluar gjatë lundrimit. Hazret Mesiu premtuar alayhiselam i u drejtua Mia Abdullahut dhe tha: Mia Abdullah, të shoqërohesh me mësuesin shpirtëror është si ky udhtim në lum, ku ka shpresë për të kaluar në breg, por ka edhe rrezik për të mbytur. Domethënë ai që ri në shoqërinë e një njeriu të përkryer, të një dashurit të Allahut, mund ta ketë përfundimin në dy mënyra, ose kalon në breg, ose mund edhe të mbytesh, siç po udhëtojmë ne me këtë varg në lum. Kjo varg edhe mund të na fundos. Mia Abdullah thot, unë e dëgjova këtë fjalë të Mesiut të premtuar alayhiselam si përfaqësisht, por kur Fateh u largua nga xhamati, më kujtua fjala e tij. Sidoqoftë, ai thot, ne duke qëndruar në fshatin e Fatehhanit gjatë rrugës, të nesërmën arritëm në Hoshiarpur. Sa po shkuam atje, Huzuri qëndroi në katin e sipërm të tavelës dhe me qëllim që të mos kishim asnjë grindje mes nesh, ai na caktoi nga një punë të veçantë secilit prej nesh të treve. Puna ime ishte gatuaja. Detyra e Fatehhanit u caktua që të sillte nga tregu furnizimet e tjera. Puna e Sheikh Hamid Aliu u caktua që të merrej me punët e pjesës së sipërme të shtëpisë dhe me mikpritjen e atyre që vinin e shikonin. Pas kësaj, Hazret Mesiu premtuar selam nëpërmjet njoftimeve të shkruara me dorë, lajmëroi se për 40 ditë askush të mos vinte të atakonte dhe askush të mos e ftonte për drek. Pas kalimit të këtyre 40 ditëve, ai do të qëndronte edhe 20 ditë të tjera. Në këto 20 ditë, ata që duan të takohen, le të takohen, ata që duan të bëjnë ftesë, mund të bëjnë ftesë, dhe ata që duan të bëjnë pyetje përgjigje, le t'i bëjnë. Huzuri na urdhëroi edhe neve që zinxhiri i brendshëm i hyrjes të qëndronte gjithmonë i mbyllur, domethënë dera të ishte e mbyllur nga brenda, dhe se askush në shtëpi të mos më thras mua, tha Mesiu Islam. Nëse unë thras dikë, thaj, ai të përgjigjet vetëm aq sa është e domosdoshme dhe askush të mos vi lart në katin e sipërm tek unë. Sidoqoftë, Mesiu premtuar selam na porositi duke thënë: ushqimi im të sillet lart, por të mos pritet që ta ha unë. Enët bosh ti merr një herën tjetër. Namazin do ta fal lart, veç për vete, sepse jam duke bërë ibadet 40 ditor. Prandaj do ta fal namazin lart, ndërsa ju faluni poshtë. U tha Mesiu premtuar selam. Më vonë, pastaj gjithashtu tha: për xhuman, sidoqoftë se xhumaja është domosdoshme, prandaj kërkoni, tha, një xhami të braktisur diku në një anë të qytetit ku të mund ta falim namazin në vetmi. Prandaj, jashtë qytetit ishte një pemishte, në të kishte një xhami të vogël të braktisur. Aty, në ditën e xhuma, Huzuri shkonte dhe na e falte namazin dhe e mbante edhe hutben. Mia Abdullah thot, unë shkoja lart për të lënë ushqimin dhe nuk i flisja Huzurit asgjë. Por nga njëherë ai vetë më fliste dhe atëherë unë i përgjigjesha.
Njëherë huzuri më tha: "Mi Abdullah, në këto ditë mbi mua janë hapur dyer shumë të mëdha të mirësisë së Allahut, dhe nga njëherë Allahu i Madhërisëm flet me mua për një kohë të gjatë. Po të shkruheshin këto ngjarje, do të bëheshin shumë flet." Mi Abdullahu thot: "Shpalljet për birin e premtuar kishin ndodhur pikërisht në këtë ibadet 40 ditor. Dhe pas kësaj, po nga Hoshiar Puri, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam e shpalli këtë profeci. Këtë publikim e bëri më 20 shkurt të vitit 1886, që në xhamat njihet dhe me emrin profecia e Musleh Maudit, pra e birit të premtuar. Edhe ky është një rastësi e veçantë që sot është 20 shkurt dhe është dita kur profecia e birit të premtuar u përmbush me madhështi. Ai biri i premtuar që lindi sipas profecisë, kalifati i tij u vendos për 52 vjet dhe Allahu i Madhërisëm e nderoi me suksese. Të gjitha profecitë, shpalljet dhe fjalët që ishin në profecinë e Musleh Maudit u përmbushen tek Hazret Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmedit radhiyallahu anhu. Dhe unë përmend këtë përkim vetëm sepse kjo ngjarje mu paraqit sot para syve. Përndryshe mund të vinte edhe më herët ose më vonë, por Allahu i Madhërisëm kishte urtësi që të vinte pikërisht sot dhe edhe unë ta përmendja para juve. Me rastin e 20 shkurtit, që është dita e profecisë së Musleh Maudit, kjo ngjarje na shpjegon kështu edhe prapaskenën e kësaj profecie, se si ai shkoi pra për 40 ditë dhe se si ju dhan ato lajme të mira Mesiu të premtuar alayhis salam. Edhe tubime për këto do mbahen në këtë ditë në xhamat, duhet t'i ndiqni në MTA. Sidoqoftë, rrëfimtari thot, kur kaluan 40 ditë, atëherë sipas njoftimit huzuri qëndroi edhe 20 ditë të tjera atje. Në ato ditë shumë njerëz bën ftesa, shumë njerëz erdhen për shkëmbim, mendime shfetare dhe prej jashtë erdhen si mysafirë dhe njerëz që e kishin njohur më herët. Po në ato ditë ndodhi edhe debati i huzurit me Murlid Herin, që është botuar në formë librit të titulluar Surma Çeshmaria. Kur u plotësua afati 2 mujor, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam u nis prapë për në Kadian me të njëjtën rrugë. Përmendet edhe një ngjarje këtu. 5 milje larg Hoshiarpurit është varri i një njeriu të shenjtë ku ka një pemishte të quajtur Salga. Kur arritën atje, huzuri zbriti nga karroca për pak kohë dhe tha: "Ky është një vend i këndshëm me hije, le të ndalemi pak këtu." Pas kësaj, huzuri shkoi drejt varrit dhe thuaj se ishte varri i ndonjë njeriu të shenjtë. Mi Abdullah thot, unë shkova pas tij ndërsa Sheikh Hamid Ali dhe Fateh Khan mbeten te karroca. Huzuri arriti te mauzoleumi, hapi derën, hyri brenda, qëndroi te koka e varrit dhe ngriti duart për lutje dhe u lut për pak kohë. Pastaj u kthye dhe duke më folur mua tha: "Kur ngrita duart për lutje, ai njeri i shenjtë, varri i të cilit është ky, doli nga varri, pra ishte një vizion, dhe u ul përpara meje në gjunjë. Po të mos ishe ti me mua, do të flisja edhe me të. Syt i ka të mëdhenj dhe ngjyrën e fytyrës e ka të murme." Pastaj huzuri më tha: "Shko, nëse këtu ka ndonjë shërbyes të varrit, pyete për gjendjen e këtij që është varrosur këtu." Kur shërbyesi i varrit mbriti, huzuri e pyeti për varrin. Ai tha: "Unë nuk e kam parë vetë sepse nga vdekja e tij kanë kaluar afërsisht 100 vjet. Po nga baballarët dhe gjyshrit kam dëgjuar se ai ishte një njeri i mirë i kësaj zone dhe kishte shumë ndikim në këtë rrethin, në këtë krahin." Huzuri e pyeti: "Si ishte pamja e tij?" Ai u përgjigj: "Kam dëgjuar se e kishte ngjyrën të murme dhe syt shumë të mëdhenj." Pastaj ne u nisëm prej ande dhe arritëm në Kadian, thotë rrëfimtari. Pra, ai shërbyes e përshkroi pikërisht të njëjtën pamje që kishte treguar Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, se ai njeri kishte ardhur dhe ishte ulur përpara tij. Disa njerëz pyesin nëse mund të komunikimi me të vdekurit. Allahu i Madhërisëm mund të mundsojë njerëz të mirë, të dashur të Allahut dhe profetët e tij me këtë mundësi, pra të komunikojnë me të vdekurit, madje edhe të shikojnë ata, por këto janë me lejen e Allahut të Madhërisëm. Sidoqoftë, ky udhtim përfundoi dhe ata arritën në Kadian. Hazrat Mirza Bashir Ahmed thotë se unë e pyeta mi Abdullahun për këtë udhtim. Çfarë bënte huzuri gjatë asaj kohe vetmie dhe si adhuronte? Hazrat mi Abdullah u përgjigj: "Këtë ne nuk e dim, sepse ai rinte lart në katin e sipërm dhe ne kishim urdhër të mos ngjiteshim lart. Kur ngjiteshim për ushqime e gjëra të tilla, shkonim me leje.
Mia Abdullah thot, një ditë kur shkova lart për të lënë ushqimin, Huzuri tha, Allahu më dërgoi shpallje duke thënë, buri ka man fiha wa man hawlaha, i bekuar është ai që ndodhet këtu dhe ata që janë përreth. Huzuri e shpjegoi se me fjalët këtu më referohen mua, pra Mesiut premtuar Islam, ndërsa fjalët ata që janë përreth ju referohen juve që jeni me mua. Mia Abdullah thot, unë rria gjithë ditën në shtëpi, vetëm ditën e xumas dilja jashtë me Huzurin. Edhe Sheikh Hamid Ali shpesh rinte në shtëpi, por Fetehani shpesh rinte gjithë ditën jashtë. Dhe me shumë gjas, në kohën e kësaj shpallje, edhe ai ishte jashtë. Ky është mendimi i Hazrat Mirza Bashir Ahmedit. Mia Abdullah thoshte, në ato ditë Fetehani ishte aq i përkushtuar ndaj Hazrat Mesiut të premtuar, sa duke folur me ne, thoshte, unë Huzurin e konsideroj profet. Dhe unë duke u mbështetur në bindjen e njohur të mëparshme, friksohesha, si mund të vi profet, por Fetehani në atë kohë besonte aq shumë te Mesiu premtuar, sa e quante profet që atëherë, kur vetë Mesiu premtuar alayhis salam ende nuk kishte marrë beat, as kishte bërë ndonjë deklaratë të tillë, sepse beati do të bëhej 3 a 4 vite më vonë. Por kur ai ra në sprov, u bë renegat. Prandaj njeriu duhet gjithmonë të vazhdojë të lutet për përfundim të mirë dhe të përpiqet për forcimin e besimit të tij, dhe për këtë duhet të lutet. Dhe sidomos në lutjet që do të bëjmë në Ramazan, secili duhet ta bëjë dhe këtë lutje që Allahu i Madhërisht të na jap përfundim të mirë dhe të na mbajë të palëkundur në besim. Mia Abdullah sahibi ka treguar gjithashtu, një herë kur shkova për të lënë ushqimin, Huzuri më tha, Allahu më drejtohet në këtë mënyrë dhe flet me mua në këtë mënyrë, saqë po të zbuloja qoftë edhe pak prej tyre, të gjithë këta që duken si besimtar do të largoheshin prej meje. Dhe në të vërtetë ndodhi kështu, kur ai shpalli deklaratën, disa njerëz u larguan dhe u bën kundërshtar, sepse nuk mund ta përfituronin që Allahu i Madhërisht mund të komunikonte në këtë mënyrë. Po ashtu ekziston një ngjarje tjetër lidhur me mënyrën se si Hazrat Mesiu i premtuar Islam falej. Disa njerëz diskutojnë për çështje të fikut rreth namazit, si duhet të lidhim duart, si duhet të jenë lëvizjet e ndryshme të namazit etj. Në lidhje me këtë, si bënte ibadet Hazrat Mesiu premtuar Islam dhe si e falte namazin, është transmetuar një ngjarje nga Mia Ali Muhamedi. Ai thotë, njëherë e pash Huzurin duke falur sunetet. Ai po falte sunetet para farzit. Huzuri i kishte lidhur duart mbi kërthiz, pra sipër kërthizës. Gishti i mesëm i dorës së djathtë arrinte deri te bëryrli, madje pak më poshtë. Kur bënte sejdë, ai vendonte ballin dhe hundën në tokë mes dy duarve dhe gishtat i kishte të drejtuar nga qabja. Duart i mbante drejt, pra. Kur ngrihe nga sejdja, për shkak se qallma e tij e bekuar ishte e lirshme dhe zhvendosej prapa, ai drejtonte me gisht. Këto sunete Huzuri i fali në xhamin Aksa në Kadian, në jug të varrit të babait të tij, se aty ndodhet pranë edhe varri i babait. Pastaj filloi namazi farz, të cilin e udhëhoqi Hazrat Maulvi Nuruddini. Përfundon rrëfimi. Hazrat Muhammad Jamili thot gjithashtu, kam parë kur për herë të parë shpërtheu murtaja dhe Huzuri u vendos në pemishte me gjithë familjen e tij, sepse për shkak të murtajes vendet e hapura konsideroheshin më të sigurta. Thot, ne bënim rojë natën. Gjatë rojës së natës, kur kalonim pranë çadrës së Huzurit, e shihnim të angazhuar në namaz. Allahu e di kur flinte ai. Po ashtu, Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahmani tregon se Huzuri e falte namazin e tahajjudit me shumë përullësi. Zëri i tij dëgjohej edhe në dhomën përballë xhamisë së vogël. Ishte zakoni i tij që ta përsëriste shpesh, ihdinas siratal mustaqim, na udhëzo në rrugën e drejtë. Prandaj, edhe ne duhet ta përsërisim këtë lutje sot Huzuri, që Allahu të na mbajë gjithmonë në rrugë të drejtë. Hazrat Master Nazir Husaini përshkruan gjendjen e tahajjudit të Hazrat Mesiut të premtuar Islam duke thënë: njëherë gjatë udhëtimit për në Xehlem,
ne qëndruam në Lahore, në shtëpinë e gjyshit tim, Mia Jalaluddin. Hazret Mesiu premtuar alayhis salam e kaloi natën atje. Në një dhomë u përgatit vendi për të fjetur. Unë qëndrova jashtë në verandë, pranderës, rreth orës 3 të mëngjesit kur u zgjova dhe pash brenda huzuri po falte namaz. Edhe unë mora abdes dhe fillova të falesha pas tij në një farë largësie. U përpoqa shumë që ta mbaja qëndrimin, rukun dhe sejdën si ai, por nuk munda. Vetëm pas 2 rekateve u lodha shumë, ndërsa huzuri ende ishte në të njëjtin rekat në të cilin unë isha bashkuar me të. Ai ishte ende në qëndrim pra në qiyam, kurse rëfimtari u lodha shumë sa vazhdoi namazin e tij veçmas dhe përfundoi namazin e vet. Ky ishte një shembull i ibadetit, i adhurimit të Hazret Mesiut të premtuar alayhis salam, që në fakt është në ndjekje të prisit të tij, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe një përpjekje për ta kryer me të vërtet hakun e adhurimit të Allahut. Sidoqoftë rrëfimtari bion, gjatë ditës kur ne ishim ulur rreth huzurit dhe ai po e nxiste xhamatin për tahajjud, unë e pyeta, nëse nuk mund të falim tahajjudin, çfarë duhet të bëjmë të paktën? E huzuri tha, në atë kohë, pra në kohën ku falet tahajjudi, tha në atë kohë bëni shumë istighfar dhe bëni shumë tesbih dhe lavdëroni shumë Allahun. Me këtë metodë do të fitoni mundësinë për të falur edhe tahajjud. Tani këto lutje nuk janë zëvendësim i tahajjudit, por mjet për ta fituar mundësinë e tahajjudit. Hazret Mirza Bashir Ahmedi ka shkruar gjithashtu se kur ndihet i pakujdesshëm në tahajjud, ai vepron sipas këtij udhëzimi dhe Allahu më jep mundësinë për tahajjud. Këtë e thot ose Hazret Mirza Bashir Ahmedi ose rrëfimtari. Prandaj, thot, kjo është receta që duhet ta zbatojmë edhe ne në ditët e plogështisë. Tani jemi në Ramazan dhe arrim deri diku të falim tahajjud. Nëse nuk e arrini, duhet përpiqeni, edhe pse falet namazi i teravive në xhami dhe ai është një farë zëvendësimi për të dobtit dhe të sëmurët, ai nuk e përmbush plotësisht hakun e tahajjudit. Praktika e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mënyra e shërbyesit të tij besnik është që të ngrihemi natën për tahajjud. Prandaj, edhe nëse kemi falur teravih, duhet përpiqemi që të falim tahajjud, qoftë 2 apo 4 rekate. Po kështu Hazret Khairuddini tregon, njëherë në pranverë rreth orës 8 të mëngjesit, Hazret Mesiu premtuar alayhis salam doli për shëtitje nga Kadiani në rrugën mes Gjuhenit dhe Kadrabadit, e cila njihet edhe si rruga. Kur arriti në kufirin e Kadianit, ai fali 2 rekate nafile. Pastaj duke kaluar pranë fshatit ton u kthye në Kadian. Pra edhe gjatë shëtitjes ai kishte në mend ibadetin. Kështu që ata që jetojnë në Kadian duhet ta kenë parasysh se huzuri i fali namazet nafile si brenda Kadianit ashtu edhe në kufit e tij. Andaj ta ruajnë qendrinë e tij dhe duke respektuar të drejtën e kësaj qyteze ta ngrenë nivelin e ibadetit të tyre. Hazret Malik Niaz Muhamedi thot, në vitin 1904, kur shkova në Kadian, Hazret Mesiu i premtuar alayhis salam udhëtonte për çështjen gjyqësore të Karemdin në Gurdaspur. Ai qëndronte pranë një pellgu në një shtëpi ku qëndronin edhe antarët e xhamatit. Kuzhina, pra lëngërkhana, po funksiononte po aty. Në gjykat pash se për huzurin shtrohej një rogoz dhe ai ule mbi të dhe edhe të tjerë uleshin aty. Ishte një rogoz i madh mbi të cilin të gjithë mund të uleshin. Thot, një gjë vurare ishte se ai qëndronte gjithmonë me abdes. Pra Mesiu premtuar alayhis salam gjithnjë qëndronte me abdes. Sa herë që shkonte
qoftë për nevojë të vogël. Pas kthimit merrte abdes. Kështu u binda se ai gjithmonë rinte me abdes. Ai vazhdimisht me zë shumë të qetë thoshte subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Hazrat Chaudhry Bhai Abdur Rahmani tregon në ditët e para huzuri e kishte shprehi që të vinte zakonisht i pari në xhami për namaz. Njëherë u përpoqa të aria i pari, por huzuri tashme ishte atje. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam kaloi rreth 7 vjet të rinisë së tij në qytetin Sialkot. Edhe atje, në jetën e tij të përditshme, dashuria për Allahun ishte cilësia më e spikatur. Kushdo që e ka përshkruar atë periudhë, ka përmendur veçanërisht vetminë e tij, tërheqjen dhe përqendrimin e thellë në namaz dhe lexim të Kuranit. Në lidhje me këtë do të paraqesë edhe dëshmi të disa personave të shquar, të cilët konsideroheshin si burra të nderuar në Sialkot. Hakim Badr Hussein jep një dëshmi, megjithse pasi Mesiu premtuar deklaroi se ishte i caktuar nga Allahu, ai u rreshtua në vijat e para të kundërshtarëve të xhamatit Ahmedia dhe madje ngriti kundërshtime armiqësore ndaj disa ngjarjeve të jetës së tij në formën e një romani. Megjithatë, edhe në mes të këtij kundërshtimi, ai nuk mundi ta harronte kujtimin e pastër të qëndrimit të Mesiut premtuar alayhis salam në Sialkot. Kështu ai shkruan për Mesiun e premtuar. Thot, ai kishte një paraqitje dinjitoze, një fytyrë të besueshme, personalitet fisnik, durim të madh dhe mendime të larta dhe unë nuk e konsideroj askënd të barabartë me të në vendosmërinë e lartë. Sapo hyri, pra duke u referuar dhomës ku po rrëfej kjo ngjarje, sot sapo hyri kërkoi ujë për të marrë abdes, pasi e përfundoi, fali namazin e akşamit. Pas leximeve dhe lutjeve të caktuara u angazhua në përmendjen e Allahut. Pastaj babai i nderuar i udhëheqësit të famshëm musliman Molvi Zafar Ali Khan, domethënë i ndjeri Munshi Sirajuddin, redaktor i gazetës Zamindar, deklaroi rreth vitit 1860 ose 1861, Hazrat Mirza Ghulam Ahmed shërbente si në punës në rrethin e Sialkot. Në atë kohë ai do të ketë qenë rreth 22 ose 23 vjeç. Nga vëzhgimi ynë i drejt për drejt, ne mund të dëshmojmë se edhe në rininë e tij, ai ishte një burr jashtëzakonisht i drejtë dhe i devotshëm. Pas përfundimit të detyrave zyrtare, e gjithë koha e tij kushtohej studimit të çështjeve fetare dhe kishte pak ndërveprim me publikun. Njëherë Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani u takua me Sayyid Mir Hasan në Sialkot, pra në qytetin Sialkot, të cilin e përmenda edhe në hutben e mëparshme. Ai foli me lot në sy dhe me emocion të thellë. Tha, ne nuk e vlerësuam atë. Nuk mund t'i përshkruaj përsosmëritë e tij shpirtërore. Jeta e tij nuk ishte e një njeriu të zakonshëm, përkundrazi, ai ishte ndër ata shërbëtor të veçantë të Allahut që shfaqen rrallë në këtë botë. Ka edhe një ngjarje që përfshin një fshatar të thjeshtë, që tregon se edhe ai e njohu dritën e Mesiut të premtuar alayhis salam. Fytyrat e atyre që janë të dashur dhe të zgjedhur nga Allahu shkëlqejnë me dritë hynore. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi shkruan: Nëna ime e nderuar tregoi se Mesiu i premtuar alayhis salam njëherë i kishte thënë se në një rast ai po udhëtonte drejt një stacioni malor të quajtur Dalhousie për një çështje gjyqësore. Kur gjatë rrugës filloi të binte shi, ai dhe shoku i tij zbritën nga karroca dhe shkuan drejt shtëpisë së një burri që jetonte në kodër pranë rrugës. Shoku i tij shkoi përpara dhe kërkoi leje nga pronari për të hyrë, por pronari refuzoi. Ndoshta ishte një dhomë e vogël, siç janë zakonisht shtëpitë e të varfërve. Mes tyre shpërtheu një debat dhe pronari u zemërua e filloi të thoshte fjalë të pahishme. Kur ai këmbon ngulte për të hyrë dhe pronari refuzonte, shkëmbimi u ashpërsua. Mesiu premtuar alayhis salam tha: duke dëgjuar këtë grindje, unë dola përpara dhe në momentin që sytë e pronarit u ndeshen me tmit, para se të flisja, ai uli kokën dhe tha:
Në të vërtet kam një vajzë të re, prandaj nuk lejoj të huaj në shtëpi, por ju mund të hyni pa frikë. E Mesiu premtuari selam thoshte, ai ishte një i huaj i plot, nuk më njihte mua dhe as unë nuk e njihja atë. Megjithatë, kjo ishte në të vërtet drita hynore, një shfaqje fisnikërie dhe adhurimi që ai e pa në fytyrën e Mesiut të premtuar selam. Prandaj ai tha, mirë, mund të hyni brenda, tha. Qenia e Allahut të Madhërisëm ishte gjithmonë në mendjen e tij. Asnjë angazhim apo detyrim nuk e largonte nga përmendja e Allahut. Kështu ndodhte edhe gjatë çështjeve gjyqësore. Kam treguar më parë një ngjarje se në kohë kaq delikate kur në mes të një seance gjyqësore, ruajtja e namazit është çështje e vështirë. Megjithatë, ai kishte aq shumë bindje në dashurinë ndaj Allahut dhe ishte aq i zhytur në të, saqë edhe pse çështja e tij po paraqitej para gjykatës dhe mund të thirrë në çdo moment, zyrtari i gjykatës mund ta thirriste në çdo kohë, por sapo vinte koha e namazit, ai linte thirrjen e gjykatës toksore dhe pa u shqetësuar as pak për ndonjë humbje që mund të vinte nga mungesa e tij, i përgjigje thirrjes së gjykatës hynore dhe paraqitej para Allahut të Madhërisëm. Kjo ishte çështja themelore që të gjithë duhet ta dimë. Kur është koha e namazit, ai duhet të ketë përparësi në çdo rrethan. Ky është shembulli dhe modeli edhe i profetit sallallahu alajhi wasallam edhe i Mesiut premtuar selam. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani e ka përshkruar këtë gjendje në mënyrë shumë të bukur. Ai shkruan, seria e çështjeve gjyqësore ishte shumë e gjatë dhe në disa raste ai madje duhej t'i çonte ato deri në gjykatën e apelit. Ai vazhdon, çështja ndaj së cilës dua të tërheq vëmendjen e lexuesve, duke i njohur me këtë pjesë të jetës së Hazrat Mirza Sahibit, pra Mesiut premtuar selamit, është lidhja e tij me Allahun. Ata që patën mundësi të qëndronin në shoqërinë e tij dhe të dëgjonin fjalët e tij, ose që kanë lexuar fjalimet e tij të botuara, e dinë se Mesiu premtuar ishte miqërimi i thënies. Është kjo thënie në persisht do të thotë, edhe pse i angazhuar në punë të tjera, zemra e tij mbeti e angazhuar me të dashurin, pra me Allahun. Domethënë, ai qëndronte i përfshirë në përmendjen e Allahut dhe në këtë udhëzim ai jepte gjithmonë. Ai vazhdon, në çështje gjyqësore zakonisht vrehet se qoftë paditësi apo i padituri, të dy mbeten gjendja ankthi dhe shqetësimi, por kur Mesiu premtuar selam paraqitej për një çështje, nuk kishte asnjë shenjë shqetësimi apo ankthi në sjelljen e tij. Me qëndrueshmëri dhe dinjitet të plotë, zemra e tij mbetej e kthyer drejt të dashurit pra të Allahut. Edhe pse ai duhej t'i ndiqte këtë çështje vetëm për t'u bindur urdhrit të babait të tij dhe për ta përmbushur detyrën ndaj tij, gjatë gjithë kësaj periudhe ai asnjëherë nuk e la namazin, as nuk u bë i pakujdesshëm ndaj detyrimeve që lidhen me të drejtat e Allahut. Edhe brenda gjykatës, në kohën e namazit, ai angazhohej në namaz, sikur të mos kishte asnjë punë tjetër. Ai thot, edhe gjatë këtyre udhëtimeve të lidhura me çështjet gjyqësore, vëmendja e tij mbetej e përqendruar tek ai, që është krijuesi dhe Zoti i të gjithë botëve, në diellin që linte, në hënën dhe yjet që shkëlqenin, në qiellin e natës, në burimet që rridhnin, në ujvara që binin, në malet e larta, në përrenjë që rridhnin, në fusha që lulëzonin, në cicirimat e zogjve dhe në zhurmën e bubullimave dhe të vetëtimave. Kudo ai shihte pasqyrimin e qenieve të vetme dhe sodiste shfaqjen e atij burimi të çdo drite. Me fjalë të tjera, në gjithçka ai shihte fuqinë e Allahut të Madhërisëm. Kudo që kthente shikimin, ai shihte vetëm shfaqjen e të dashurit të vërtet. Kur shihte hënën dhe ndjente trazim, ishte sepse edhe në të ai shihte gjurmë të bukurisë së të dashurit. Në burimin e diellit ai shihte valët e tij. Në çdo yll ai sodiste shkëlqimin e tij. Hyrësia që gjendet në bukuri tregon bukurinë e atij krijuesi të vërtet. Çdo sy i bukur tregonte drejt tij dhe çdo kaçurel flokësh bën shenjë drejt atij një Zoti. Çdo lule dhe çdo kopsht është i parfumor me aromën e kopshtit të bukurisë së Zotit. E vërteta është se nga pamja e jashtme dukej sikur ai udhtonte për këtë çështje gjyqësore, por në realitet
Edhe gjatë këtyre udhëtimeve ai ndodhej larg të gjitha lidhjeve të dashurive apo të besnikërive me të tjerët dhe mbante vetëm lidhjen dhe besnikërinë me Allahun. Duke përshkruar këtë gjendje ai shkruan, siç e kam përmendur më parë, në përshkrimin e udhëtimit për në Dalhousie, edhe gjatë atij udhëtimi, duke parë pamjet përgjatë rrugës, ai tha se sa të bukur ishin përrejt që rridhnin nga livadet e gjelbra të maleve. Kështu ai mbeti gjithmonë në një gjendje zhytje të plot në atë Zot dhe i kënaqur me të. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi gjithashtu thotë, Rafen, nëna ime e nderuar më tregoi se një herë Mesiu premtuar alayhis salam kishte thënë se i ishte shpallur nga Allahu i Madhrishëm, ose se Allahu i Madhrishëm e kishte urdhëruar të thoshte shpesh këtë fjalë, Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Nëna ime Rafen se për këtë arsye ai i thoshte aq shpesh saqë edhe natën kur kthehej nga njëra anë në tjetrën në shtrat, kjo fjali ishte në gjuhën e tij. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahibi Rafen shton se kur ja tregoi këtë rrëfim Molvi Sher Aliut, ai tha se edhe ai e kishte vërejtur se Mesiu premtuar e thoshte shpesh Subhanallah. Hazrat Mirza Bashir Ahmedi Rafen gjithashtu nga vëzhgimi i tij personal se ai gjithmonë dëgjonte Mesiun e premtuar duke përsëritur Subhanallah. Ai përsëriste këtë fjalë shumë ngadalë, me ndalesa, me përqendrim dhe me përkushtim. Në këtë mënyrë, krahas përsëritjes së saj, ai meditonte mbi cilësitë e Allahut të Madhrishëm. Ai shkruan më tej se Pir Sirajul Haq Numani i kishte treguar se mënyra e gjumit të Mesiut të premtuar ishte e tillë që pas intervaleve të shkurtra zgjohej dhe shqiptonte me zë të ngadalt. Subhanallah, Subhanallah. Pastaj flinte sërish. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Rafen se Mesiu premtuar alayhis salam e donte shumë vetmin, duke ndjekur shembullin fisnik dhe praktikën e bekuar të prisit, pra të profetit sallallahu alaihi wasallam. Madje sikur të ishte në zgjedhjen e tij, ai kurrë nuk do të dilte nga vetmia. Në shumë raste ai e ka shprehur këtë ndjenjë në fjalimet dhe shkrimet e tij. Shkurt, kur ai prire fort të qëndronte vetëm dhe e pëlqente shumë vetmin, kur u veçua thellësisht me Allahun e Madhrishëm, ai i shkroi një letër babait të tij, duke lexuar atë letër pra në rininë e tij. Duke lexuar atë letër bëhet e qartë se si që nga rinia e hershme, Mesiu premtuar alayhis salam ishte i painteresuar për botën dhe vazhdimisht i përqendruar në forcimin e lidhjes së tij me Allahun e Madhrishëm. Kjo letër e shkruar në rininë e tij pasqyron natyrën e tij të pastër dhe karakterin e tij fisnik. Letra ishte shkruar në persisht dhe unë do të lexoj një pjesë të saj, duke u drejtuar babait të tij. Mesiu premtuar shkruan: Në këtë kohë unë e shoh qartë Mesiut e mi dhe me një ndjenjë shqetësimi të thellë se në çdo vend dhe në çdo tokë, çdo vit ndodh në një fatkeqësi ose epidemi që ndan miqt nga miqt dhe të dashurit nga të dashurit e tyre. Nuk ka asnjë vit në të cilin të mos kem parë zjarre të ndezura dhe sprova të dhimbshme që krijojnë skena të ngjashme me trazirat e ditës së gjykimit. Duke parë këtë gjendje, zemra ime është ftohur ndaj botës dhe fytyra ime është zbehur nga frika. Edhe në kohët tona, gjendja e botës na kujton se zjarre po shpërthejnë nga çdo anë. Prandaj ne duhet të forcojmë gjithnjë më shumë lidhjen tonë me Allahun e Madhrishëm. Mesiu premtuar alayhis salam, po në këtë letër vijon, shpesh më kujtohet ky distik i Sheikh Muslihuddin Sadi Shiraziut dhe lot dhimbje më rrjedhin nga syt. Më kanë të kja bër umër na pajedar, më bash ajmen azbazi rozgar. Mos u mbështet në këtë jetë kalimtare dhe mos e konsidero veten të sigurt nga përpjekjet e kësaj bote. Domethënë, njeriu nuk duhet të mendojë se duke u zhytur në çështje e kësaj bote ka arritur siguri. Mesiu premtuar Islam vijon. Gjithashtu këto dy vargje nga poezitë e Farruh Qadianit. Ky ishte në fakt pseudonim që Mesiu premtuar e përdorte për veten e tij në atë kohë. Thotë që ngjallin ndjenjë dhimbje të thellë janë këto: Bë dunya e dun dil më bënd e javan, ke vaqti ajal mi resad nagehan. O rini, o i ri, mos e lidh zemrën me këtë botë të ulët, sepse ora e caktuar e vdekjes vjen papritur. Unë dëshiroj ta kaloj pjesën e mbetur të jetës sime në vetmi, të distancohem nga shoqëria e botës dhe të zhytem në përmendjen e Allahut të Madhrishëm,
në mënyrë që të kërkoj falje dhe të përmirësoj mangësitë e mia përpara Allahut. Kjo është një letër mjaft e gjatë, por prej saj bëhet e qartë se Mesiu premtuar alayhiselam nuk kishte asnjë dëshirë për famë apo nder, por kishte një lidhje të pastër dhe të sinqertë me Allahun. Është fakt se dashuria e tij për vetmin ishte e tillë që ai kur nuk do të dilte në publik, po të mos ishte i detyruar të binde urdhrit të Allahut të Madhërisëm. Hazret Mesiu premtuar alayhiselam shkruan: nëse Allahu i Madhërisëm do të më jepte zgjedhjen midis vetmisë dhe jetës publike, betohem në atë qenie të pastër, se vetmin do ta zgjidhja. Është Allahu i Madhërisëm ai që më ka sjellë në publik për këtë shërbim. Kënaqësinë që përjetoj në vetmi, kush mund të ma di përveç Allahut? Për rreth 25 vjet qëndrova në vetmi dhe asnjëherë nuk dëshirova të ulesha në fronin e famës botërore. Nga natyra ndjeja neveri ndaj përzierjes me njerëzit, por jam i detyruar nga urdhri i Zotit. Kështu, pasi i shkroi babait të tij, ai hoqi dorë nga gjithçka. Ishte si të thuash një trashëgimi princerore që e braktisi. Babai i tij zotëronte 7 fshatra si pron, por ai hoqi dorë nga të gjitha vetëm për dashurinë e Allahut të Madhërisëm. Her pas here ai këshillonte edhe pasuesit e tij në këtë drejtim. Mia Muhammed Musa Rafen se njëherë gjatë një vizite në Kadian, një person i sapo konvertuar në Islam ju drejtua Mesiut të premtuar alayhiselam, duke thënë: "Më jepni leje huzur, sepse të korrat e mia janë gati për korje." Dhe ai kishte një sasi të madhe toke. Dhe tha: "Më duhet të mbikëqyr ndarjen e tyre." Pra, që bëhen ndër kultivuesit. Mesiu premtuar e pyeti: "Sa e madhe është korja?" "Shumë e madhe," ju përgjigjai. Atëherë Mesiu premtuar Islam tha: "Unë kam lënë shumë fshatra dhe kam zgjedhur pragun e Allahut të Madhërisëm. Qëndroni këtu edhe disa ditë, përmirësoni gjendjen tuaj shpirtërore dhe lërini çështjet botërore në dorë të Allahut. Ai do t'ju dhurojë mirësinë e tij." Në atë rast të veçantë, duke e njohur rrethanat e tij personi, Mesiu premtuar Islam i dha këtë këshill, por për edukimin e tij shpirtëror. Megjithatë, në raste të tjera, ai ka porositur gjithashtu se përgjegjësitë e kësaj bote nuk duhen braktisur plotësisht. Edhe mirësitë që Allahu i Madhërisëm i jep duhen vlerësuar. Pra, për qëllimin e edukimit moral dhe shpirtëror të këtij të konvertuarit të ri, Mesiu premtuar Islam e këshilloi në atë mënyrë. Kështu, her pas here, këshilla jepet sipas rrethanave të veçanta të secilit. Çdo njeri duhet ta vlerësojë me kujdes gjendjen e vet, dhe as nuk duhet të zhytet aq shumë në botë sa të mbytet në të. Këto ishin disa aspekte të dashurisë, përkushtimi dhe të adhurimit të Mesiut të premtuar Islam që u paraqiten sot. Allahu i Madhërisëm na mundsoft që ta përmbushim me të vërtet adhurimin ton në këtë muaj të Ramazanit dhe të na mundsoj të rritemi në dashurinë e tij, të shtojmë dashurinë e tij në mënyrë që sa më shumë të jetë mundur të vazhdojmë të përfitojmë nga bekimet e Ramazanit dhe që ndikimi i këtyre bekimeve të vazhdojë edhe pas tij. Allahu i Madhërisëm na bëf që të mishërojmë vërtet shenjat dalluese të një besimtari. Në këtë ditë lutuni veçanërisht për ata ahmedian që po përballen me vështirësi për shkak të akuzave të rreme kundër tyre. Allahu i Madhërisëm u krijof lehtësim vëllezërve tan ahmedi. Kujtojini në lutje edhe umetin musliman. Lutuni që bota të shpëtojë nga shkatrimi. Allahu i Madhërisëm i ruaj të pafajshmit nga këto të këqija. Dhe nëse lufta ose shkatrimi janë të pashmangshme, Allahu i Madhërisëm mbrojt të pafajshmit prej tyre dhe i kap shtypsit. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر